U bën në shembull ma shumë se 10 vjet që po jeton jashtë edhe hala nuk po din se ç'a me bë. Hala nuk po je i vendost me rreziku kurrë. Hala po rrin të punu për dikën tjetër pi 8-ve deri në 4 ose pi 7-ve deri në 6 në akşam. Pse më nuk po merr guximin me vazhdu diçka, nëse je punëtor, nëse je demel tash, ajo është tjetër muhabet. Po pse s'po rrezikon diçka? Pse s'po mëson diçka? Kur ma kallaj nuk u konë se që tash në kohën tonë që po jetojna me mësu sene të reja, me marrë kurse edhe mundesh me përparu shumë kallaj. Qashtu ja kum nisë edhe une? Po adim se ti po thue ke gjetë një punë edhe je rahatu, po mendon që je rahatu. Amo ti je rëbru. Ti që është çdo ditë shkon të njëjtin punë të javën, edhe ki me konë rëbi dikuna tjetër. Kur ti mundesh me marrë guximin edhe me qelë diçka tonën edhe me konë shefi vetës tonë vëlla. Provu se nomi zbohet. Edhe në dështëfsh gajle nuk është, se në kanap s'kan me qitë me dvirë, as s'kan me t'je 50 vjetë burg. E provo një biznis nuk t'hec, vazhden diçka tjetër. Qashtu e kum bane, 2-3 herë kum dështu, deri sa kum arrit që më ezë puna mirë dhe biznisi mirë. Munësh edhe ti. Kështu që mos u nal, mos u bë rob i kërkona, mos e prit një qëtuni me tarë po shem e thonë inshallah që dit po flaj se tani të hanën ku me shku në punë, se dilën zakonisht janis më dhim kryt kër e din që ka me orë dhe hanë, ja? Kështu që mos e prit qatë dit, nisja, lëviz, mësë, edhe kimi ja dalë. Hajde kaloni mirë, mos harra, fallën TikTok edhe në Facebook me tjetën emër. Ju përshëndes.